Duke parë në pyll pemët, është pyll i plot me gjethet e thata, duke parë gjethet se si pemët i kanë lëshuar, po reflektoja me veten, kjo pemë e ndijen kur energjinë e saj jetësore nuk duhet japim i gjetheve, e ndijen kur duhet t'i lëshoj, t'i bekoj dhe t'i lëshoj, në mënyrë që energjia e saj të fuqizohet akoma më shumë dhe të bëhet gati për ciklin e ri, që të prodhoj gjethet e reja dhe fruta të ri dhe kështu me radhë të vazhdoj jeta. E njëjta gjë me ne njerëzit. Kur ne ndijejmë që disa zakone, disa marrëdhënie, disa njerëz në jetën tonë na marrin energjinë jetësore, shkëlqimin e syve, duhet të mësohemi se si t'i lëm, të rrëzohen, të largohen, të ikin. Dhe ne ta ripërtërim atë energji jetësore që Zoti na i ka dhënë dhe të bëhemi gati për ciklin e ri, për marrëdhënie të reja, për energji të reja në jetën tonë. Është cikli i natyrës dhe kush del kundër jetës dhe rregullave dhe ligjeve të natyrës, çfarë ndodh? Mbyt veten, e helmon veten, shpirtin, zemrën. Sepse ne nuk mund të dalim ndryshe nga çdo gjë tjetër në natyrë. Ne njerëzit jemi pjesë e natyrës. Kështu që mëso se si të lëshosh të vjetrën, sikurse kjo pemë i lëshon gjethet, që ka ardhur momenti t'i lëshoj dhe bëu gati për energji të reja në jetën tënde.